tani më veç që e kemi në lidhje të drejt për drejt dikur ish për zgjedhësin e përfaqësuesës së Kosovës në futboll, ai i cili ka arritur të grumbulloj futbollistët në kohë rekorde me të pranuar faktikisht në UEFA dhe FIFA dhe për të zhvilluar më pastaj edhe ndeshjet e para zyrtare. Bëhet fjalë për Albert Bunjakun, i cili tani më ndodhet në Suedi dhe është pjesë e një skuadre atje dhe gjithsesi do të flasim gjerë dhe gjatë fillimisht për kampionatin botror, por tani më do ta prezantojmë. Faleminderit shumë zotri Bunjaku për këtë paraqitje. Me kënaqësi gjithmonë. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Në kampionat botror gjithmonë mirë. Po, nuk është se faktikisht tani më orari në është përshtatur, ka pas edhe shumë ankesa pasi po flasim për ngjarjen më të madhe të futbollit, kampionatin botror, që në të vërtetë disa prej ndeshjeve po zhvillohen në orët e hershme të mëngjesit, por realisht po besoj po pajtoni, është për herë të parë duke u mbajtur në 3 shtete të ndryshme, për herë të parë me 48 kombëtare, por doli të jetë jashtëzakonisht gjithçka interesante. Po është si gjithmonë kampionatet botërore sjellin rësi ndryshme, qoftë nga formate, qoftë nga aspekti taktik i futbollit, apo edhe nga rregullat e ndryshme. Ky kampionat gjithsesi ndoshta do të bëhet mend se një kampionat i cili për parën herë është zhvilluar në 3 shtete, dhe ka pasur kritika, domethënë shumë të mëdha, nga se kërkon po ashtu, domethënë bartjen e lojtarëve, pastaj logjistikën shumë e vështirë për tifozët, për përcjell kombëtarët e tyre. Mirë, po deri më tani mendoj që ka shku mirë. Bëhet fjalë për sidomos për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë infrastrukturë më të mirë në botë, edhe kem pas rastin ta shohim ato temperaturat e ndryshme të larta, përderisa në stadion bëhet një klimë mjaft e përshtatshme për zhvillim futbollit. Para se flasim për këto ndeshjet që në të vërtetë janë zhvilluar ditën e djeshme, ndërsa i takonin një të tetës së finales dhe ato duele që pritet të zhvillohen sot e ditëve në vijim, kush të ka bërë më tepër përshtypje, kuptohet nga këto kombëtarët që kanë arritur deri këtu, kush ka bindur Albert Bunjakun që do të mund shkojë deri në fazën finale? Po, s'pare fëtos tam, formati i përzgjedhur i botrorit dallon shumë prej formate më herët, nga se ka të bëjë me një numër mjaft të madh të lojëve, përderisa më herët janë luajtur 64 lojë, tash luajnë 104 lojë. Domethënë, është një format krejt komplet tjetër, mundson edhe taktizime ndryshme gjatë fazës grupore, të cilat sigurisht i kem po. Kisha thonë kështu, padyshim, domethënë, pjesëmarrja në kampionat botror është në favor disa kontinente ose shtete të atyre kontinenteve të cilat kanë rrisur numrin e pjesëmarrëve, sidomos të Afrikës dhe të Oqeaneve. Kem po lojë shumë të mira. Mirë, po mendoj që faza apo mënyra e kalimit prej fazës grupit më tutje është mjaft e lehtë, me një fitore madje mjafton që të shkosh në fazën e play-offit prej grupit, dhe kjo lën hapësirë pak ka shumë për kalkulime ndryshme, domethënë edhe të kundërshtarëve ndryshëm të cilët me një aspekt tjetër përpiqen që të largojnë përballës së hershme. Padyshim këto kombëtarët e mëdha, domethënë kanë traditën e tyre. Deri më tash mendoj që ndoshta personalisht mendoj Franca ka treguar një nivel jashtëzakonisht lartë, sidomos në aspektet ofensive, domethënë shpejtësinë dhe kreativitetin e lojës. Mirë po një befasi, edhe pse se kisha thënë befasi është Maroko. Të pas parasysh se në kampionatin e kaluar kanë qenë vend në 4, unë e zej që i tyre kanë zonë vend e parë në botë, flitet për një kombëtare e cila ka lojtar prej Real Madridit, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, domethënë nuk është befasi. Mirë po unë mendoj që mund të jetë një befasi e këndshme deri në finale. Se di pse të gjithë kështu sikur në hije po e shohim Brazilin e Carlo Ancelottit. Pak fjalë për këtë pjesë. Brazili faktikisht sonte do të ballafaqohet prej orës 22 ndaj Norvegjisë. E një kombëtare në Norvegjisë, një shumë mirë shtetet skandinave, jeton dhe vepron në Suedi, por ke bërë shëtitje të mëdha gjithandej. Po është një përballje mjaft interesante mes Brazilit dhe Norvegjisë, prapë mendoj që Brazili është favorit, padyshim, të pas parasysh edhe
kontingjentin e lojtarëve, mirë po dhe siç e thatë ju trajnerin e minjor Ancelotti, i cili taktikisht e pam lojën e fundit, domethënë ndroi kohën e lojës. Mirë po ballafaqimi kryesor ndoshta është i mbrëmjes së natës mes Meksikos dhe Anglisë. Ku mendoj që Meksiko është mjaft e papërshtatshme për qoftë edhe për Brazilin apo Norvegjin, cilë do që të shkon. Lojë mjaft interesante, mirë po prapë thom, formati i lojës tash Anglia do të lutë në stadionin Azteca, stadionin më i njohur, ku sigurisht do të jetë i përmbushur me tifozë meksikan, cilë kanë bërë deri më tash një performancë jashtëzakonisht mirë. Edhe thom, është një përparësi shumë e madhe për ta, nga se luajnë si vendas. Po ashtu njëra prej sfidave të një të tjetër së finales që po cilësohet si derbi do të jetë edhe ajo nesër mbrëma prej orës 21 Portugalia-Spanje. Në Portugali që nuk është se ka bidur përkundër emrave të mëdhenj të futbollistëve, një Spanjë që realisht kështu dal nga dal veç ka nisur të kapë ritmin e ndeshjeve, sidomos tani më kur nuk falet asgjë. Po ju e thatë shumë mirë, kombëtarët e mdoja zakonisht tash nga fazën finale, domethënë kur afrohemi pjesës finale të kampionatit, dhe sa tregojnë pjesën më të mirë tyre. Mirë, po kjo pak ka shumë edhe varet nga kundërshtarët. Të bos parasysh e kam këtu tash pak mendojnë atë lojën pram që ke Paraguay, domethënë me Francën, pavarësisht se kundërshtar luan, nëse kundërshtar nuk t'jap hapësirë, atëherë do shpërshtatësh formës lojës dhe ta gjesh në mënyrë tjetër për ta mposhtur. Loja mes Portugalisë dhe Spanjës mendoj që ndoshta prej këtyre kampionateve fundit që kemi po, mendoj që Spanja hyn si favorite më e madhe nga kampionatet e kaluara, duke pas parasysh edhe nga ajo që kemi po deri më tani paraqitje, mirë po edhe nga lojtarët që me të vërtetë janë tepër shumë interesantë. Pak fjalë për kampionin në fuqi Argentinën që më 7 korrekt do të ballafaqohet me Egjiptin, një Argjentinë që hasin në shumë vështirësi në 1/16 e finales kundër senzacionit të kësaj ngjarjeje pra kampionatit botëror kepit të Gjelbërt, të cilën mposhti vetëm pas vazhdimeve 3-2. Mendoj që Argentina do të jetë një kombëtare që do të shkojë deri në pjesën gjysmëfinale, them kështu. Duke pas parasysh edhe eksperiencës më herët që ka pas, mirë po edhe të pas parasysh edhe lojtarin siç është Messi, i cili sipas gjitha gjasa do të jetë edhe kampionati i fundit i tij. Nuk mendoj që Argentina është ajo Argentina e kampionatit kaluar, edhe për këtë mendoj që nuk mendoj që është kandidati kryesor për finalin. SBA Belgjik, Zvicër Kolumbi. Kush do të ketë përparësi në këto dy ndeshje tjera të 1/8 së finales që poshtë do zhvillohen të martën? Mendoj përparësi do të ketë SBA, edhe për nga forma lojës edhe disiplina, mirë po mendoj edhe bazë asaj që kemi bërë deri më tash, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë mund të jetë befasi e këndshme edhe një fazë më tutje. Ndërsa sa i përket Zvicrës Kolumbis, dëshira ime është që të shkojë Zvicra normalisht, të pas parasysh është Gjaka, domethënë Zvicër dhe tjerë. Mirë po mendoj që do të jetë një lojë mjaft e vështirë kundër Kolumbisë. Më herët isha me kolegun dhe këngëtarin Menton Mripa në studio dhe shkuam drejt për drejt edhe në rrjetin tonë social Facebook, pak bisedova dhe ja parashtrova një pyetje edhe për lojën individuale të këtyre futbollistëve që janë duke bërë diferencën. Kylian Mbappé i Francës 7 gola, Lionel Messi i Argentinës po ashtu 7 gola, një dyshe që pagarojnë në mes veti kështu, edhe për të thyer shumë rekorde, por çka është më rëndësishmja për të shkuar edhe deri në finale. Po, prapë po kthejmë të formati i lojës, më shumë lojë, më shumë mundësi për gola, pa dyshim, domethënë flitet për lojtarët më të mirë në botë dhe është gjithmonë një interesim i veçantë për gollshenuesi më të mirë kampionatit botëror. Mirë po meqense folim edhe për lojtarët që janë edhe në fazën finale të karrierës tyre, normalisht dëshira ime do të ishte që Messi ta fitoj të paktën këtë kampionat dhe të jetë gollshenuesi më i mirë i gjitha kohëra për këtë kampionat, mirë po nuk besoj që kjo statistik do të qëndrojë shumë gjatë. Albert Bunjakun, me cilin faktikisht kemi bashkëpunuar shumë, sa ka qenë
për zgjedhës si përfaqësues së Kosovës në futboll. Në të vërtetë tani më e kemi në Suedi duke jetuar dhe duke vepruar. Edhe teksa po e bëjmë këtë intervistë drejt për drejt unë këtu në Prishtinë në studion qendror të Radio Kosovës 1, i nderuari Bunjaku në Suedi, veç po e shoh aty mbrapa teje Karlstad, ekipi i futbollit suedez, ku në të vërtetë ju veç jeni drejtor i akademisë. Po tash e 4 vite gjendem në Suedi, do më thonë për mu ka qenë një kthes e jetës, mirë po jo e rastishme, të pas edhe parasysh se kom pas fatin të takohem edhe të bashkëpunoj me legjendën e futbollit botror, mos tanve suedez, nderuarin tash ndjerin edhe zotin Eriksson. Pastaj me kërkesën e tij dhe tort të vipit, do më thonë që ka qenë një dëshirë imja që të ardhmë të bashkëpunojmë bashkë. Unë vendosa se të rikthehem, do më thonë, në Suedi dhe në Karlstad, ku edhe jam shef i akademisë, mirë po projektet punoj edhe me Federatën e Futbollit të Suedisë dhe jam i kyçë, do më thonë, si gjithmonë me futboll. Ka futbollist shqiptar në Karlstad, cilët do të mund të jenë faktikisht e ardhme? Në Karlstad nuk ka futbollist shqiptar, mirë po me qenë se unë lëvizje shumë dhe mirëm edhe me pjesën e edukimit në kuadër federatës edhe pastaj mirëm edhe me çështje tjera, do të thonë shoh lojtar shqiptar kudo, si gjithmonë. I përcjellin nga afër, mundohem zakonisht të bisedoj, para ca ditë isha edhe në Halmstad në qendrën nacionale të kampit, ku telefonova ish kapitenit kombëtarës Anel Rashkaj dhe patëm një bisedë, një takim të shumë të këndshëm. Mundohem gjithmonë të takoj ish lojtarët apo të paktën shqiptarët kudo që janë, pavarësisht. Zotri Bunjaku, aq shpejt kanë shkuar minutat sa që vërtet ka qenë shumë kënaqësi që e zhvilluam këtë intervistë drejt për drejt në kuadër të emisionit special kushtuar kampionatit botror të futbollit. Unë këtu në Prishtinë, juve atje në Suedi. Vërtet kënaqësi dhe të jam shumë mirënjohës që si gjithmonë ke qenë gati e në disponim që faktikisht të realizojmë intervista të ndryshme për tema të ndryshme, por që fusha ka qenë e njëjtë, futbolli. Falem shumë Fotos për respektin, gjithmonë me kënaqësi për ju dhe për dëgjuesit e radios tuaj. Shumë faleminderit i themi të nderuarit dhe të respektuarit Albert Bunjaku.